Pastaj, mëkati nuk dhem më. Kur zemra është në gjumë, mëkati nuk i bën përshtypje, nuk i dhem. Mund të jetë mëkat shumë i madh, por ai nuk e përjeton jetësinë e këtij mëkati. Dëmin e këtij mëkati nuk e ka parasysh fare. I normalizohet çështja. Absolutisht nuk i bën përshtypje. Dhe kjo është si pasojë ngurtësimit të zemrës. Kur fillon robi, edhe vazhdimisht e bën një mëkat caktuar, ajo kalon në normalitet, i bëhet normale. Normalizimi i mëkatit çon pastaj në dashuri të mëkatit. Fillon edhe e don atë mëkat. Nëse deri dje është ndij keq, nëse deri dje i ka ardhur turp pse e ka bë, sot thot un jam krenar që e bëj. Ja shndron djalli mallkum në mirësi. Pra antivlerën ja paraqet si vlerë. Edhe ky në pamundësi për më shkput për atij mëkati, fillon edhe e dashuron atë mëkat edhe e promovon atë pastaj. E merr bajrakun që edhe tjetër me bën një gjë të tillë, më ndiku për tjerëve edhe me deviju nga rruga Allahut subhanahu wa taala. Ku shpirti hesht. Allahu subhanahu wa taala po thot: "Wala takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dhe kurse si mos u bëni sikurse ata që e harrojnë Allahun. E pastaj si pasojë e kësaj Allahu bëri që ata të harrojnë vetveten e tyre. Dhe kjo është humbja më e madhe që mund të përjetojë njeriu. Njeriu humb atëherë kur e humb vetveten. E kur e humb njeriu vetveten? Kur e harron Allahun. Derisa nuk e harrojmë Allahun, kur nuk do të humbim. Do të sprovohemi, me rasta do të lajthitemi, do të çorientohemi, por kur nuk do të humbim. Sepse çdo herë kemi praninë e Allahut në zemrat tona. Kujdesin e Allahut ndaj nesh në mendjet tona. E ndjejmë se Allahu është mbikëqyrësyn. E ndjejmë se Allahu është i gjithëmshirshëm i absolut dhe çdo herë shpresën e pendimit dhe të rikthimit në origjinën e pastër të besimit e kemi me vete. Por nëse harrojmë Allahun, atëherë vetes ja mbyll derën. Derën e vetme që mundet me të shpëtu, që mundet me të zgjidh problemet, që mundet me të shëru, që mundet me të afru me familje, me të pasuru, me të begatu, me të zbukuru. Vetëm Allahu është. E kur ti ja mbyll derën Allahut, atëherë si pret Allahu ty me ta mbajë derën hapur. Si pret me ndodhi një gjë e tillë? S'mund të ndodhi një gjë e tillë. Sepse Allahu e ka ndërlidh mbrojtjen tonë me mbrojtjen e lidhjes sonë me Allahun subhanahu wa taala. Sa më shumë që na bëjnë na përmerujt këtë lidhje, aq më tepër Allahu, madje pa kufishëm bën Allahu ndaj nesh. Sepse Allahu shumë pak kërkon për nesh e jashtëzakonisht tepër jep në raport me ne.